Herën në Durrës përplasen 2 automjete, shoferi i Audit dhunohet pas aksidentit. Një aksident me 2 automjete në lagje numër 13, plazhi Durrësit, ka përfunduar në një përleshje të dhunshme. Një Audi me targa gjermane ku ndodhej një familje shqiptare migrante është përplasur me një Volkswagen me targa shqiptare. Pas debatit mes drejtuesve të mjeteve, situata ka dalë jashtë kontrollit, ku një grup të rinj kanë ndërhyrë dhe kanë sulmuar shoferin e Audit. Për shkak të dhunës, ai ka pësuar fraktura në hund dhe plag në vesh, duke u transportuar me urgjencë në spitalin rajonal të Durrësit. Policia e Durrësit bën me dije se ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, shoferi i Volkswagenit është larguar nga vendngjarja dhe po punohet për identifikimin dhe kapjen e tij.